Patlıxhane të skuqura, heja njerëz të bukur, sjeni si po kaloni. Tani mendova të bëj ca patlıxhane të skuqura që t'i ham në anë të tavës me oriz. Si i përgatisun këto patlıxhane tani? I laj kuptohet mire dhe pastaj pasi i pastroj, nuk u heq të gjithë sipën nga lartë, i heq kështu me vilar. Edhe pastaja, pasi i kam prerë, i hedh të gjitha bashkë edhe u hedh krip. Kripën u hedh para se t'i skuq, kështu i bëj unë. Edhe pastaja hedhim në tigan vajin. Sa të përgatitet vaj dhe sa të na skuqen këto patlıxhanet, unë do përgatit hudrat, se dua që t'i bëj me hudra sot. Vaji është gati si shikoni, hedhim patlıxhanet brenda edhe presim që të skuqen. Kuptohet që nuk mbushim shumë në tigan që të munden që të skuqen. Miru skuqen të parat, mos shikoni që janë një çik më tepër, se unë i duaj një çik të skuqura shumë. Në fund do shikoni pastaj se ç'bera. Nëse tani, edhe gabime ndodhin. I skuqim tani të gjitha me radhë, këtu i dogja. Këto kuptohet që nuk do t'i hamë, po ishin të paktën vetëm 1-2-3 fije që i harrova. Tani, pasi i heq nga letra, se i vë në letër që të marri vajin e shumtë, që të mos mbajnë shumë vaj, u hedh nga lart uthull, pak vaj ulliri, edhe hudrat, të cilat i kam griri, kam bërë copa të voçkla. Unë i griva me thik, mund t'i grini me renden, nëse i doni më të holla. Pastaj ja shtroj stresën e dytë të patlıxhaneve, edhe përsëris procedurën nga e para. Do me thënë uthull, vaj ulliri edhe hudra. Mund të hidhni dhe majdanos nga lart, po me që këta të shtëpisë time nuk e duan me majdanos, ndaj bra pa majdanos. Edhe ky është përfundimi, të na bëj mirë, provoheni. Ciao, të kaloni bukur.